Përshëndetje zoti Ozuni, si jeni? Mirë, faleminderit juve. Javët e fundit në Shqipëri janë dëmtuar disa akse kryesore, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe duke krijuar pengesë në aktivitetin e bizneseve, veçanërisht në Juglindje. A mund të na thoni cilat janë pasojat reale të kësaj situate? Për sa i përket strikt aspektit të industrisë turistike, akset rrugore janë gjithmonë ato më të rëndësishme për kryen e këtyre aktiviteteve, për vetë faktin se turizmi nënkupton lëvizshmëri dhe limitimi i lëvizshmërisë e bën të pamundur zhvillimin e industrisë turistike. Në rastin konkret, me bllokimin e rrugës apo qarkullimit komod në aksin nga Librazhdi drejt Juglindjes, kemi një bllokim total edhe të gjithë udhëtimeve turistike për sa i përket Pogadecit të Foshës dhe shpesh edhe për sa i përket lidhjes me Maqedoninë apo Greqinë, ku bëhet fjalë për Maqedoninë në zonën e Strug-Ohër apo për Greqinë për veriun e Greqisë, sepse Maqedoninë mund të aksesohet edhe në vende të tjera edhe nga daljet të tjera të pikave qytetare, ashtu si dhe Greqia. Kemi parë një rënje të menjëhershme, ashtu siç është edhe logjike dhe normale, sepse bllokimi ka bërë të pamundur kalimin e mjeteve të transportit të ushtarëve, ashtu si për turistët apo për lëvizjet turistike një ditore me një natë qëndrimi më saktë apo më shumë natë qëndrimi, por ajo që ka bie në sy është edhe një shkundje e mirëfillt e të gjithë aspektit të horekës, kur duke përfshirë këtu edhe restorantet. Sepse kemi shumë raste, kur në fundjava kryesisht, kemi turistët një ditorë, ata që zakonisht largohen nga qendra e Shqipërisë, kryesisht Tirana, për një vizitë të shkurtër, një ditore pa mbetur pa u akomoduar në hotelet e Juglindjes, por edhe për turistët e tjerë të huaj. Kemi, për shembull, në këtë periudhë kemi të programuara shumë grupe turistike të huaj, të cilat në turin e tyre në Shqipëri përfshin edhe vizita në Juglindje të Shqipërisë, që nënkuptojnë automatikisht Pogadesin e Korçën, por edhe vizita në qytetet kufitare të Republikës Maqedonisë së Veriut, siç është Struga dhe Ohri. Në këtë aspekt kemi një bllokim dhe kemi një dëm financiar për të gjitha palët e përfshira, automatikisht këtu edhe për buxhetin e shtetit. Janë raportuar gjithashtu shumë hotele bosh, gjë që ju edhe sapo e cekët, po kjo lidhet drejt për drejt me bllokimin e aksit apo është kombinime dhe me rritjen e çmimeve? Nuk mund të them që nuk ka pasur impakt dhe rritje e çmimeve, por në rastin konkret kemi të bëjmë ndoshta me pjesën më të madhe të faktit që kemi bllokim të rrugës. Çmimet, ashtu siç në çdo vend tjetër të botës, edhe në Shqipëri kanë rritje çdo vit, ku më shumë, ku më pak. Një rritje të paktën në Juglindje, rritjet e çmimeve kanë qenë gjithmonë të logjikshme dhe të lidhura në mënyrë të drejtë si me kursin e këmbimit, ashtu dhe me rritjen e çmimeve në tërësi të produkteve të konsumit dhe të inflacionit. Pra, nuk themi që kemi pasur një rritje nga 5 deri në 10% çdo vit për sa i përket Juglindjes, ndoshta edhe më pak në disa aspekte të caktuara, por në rastin konkret që hotelet apo njësitë akomodimit në Juglindje të Shqipërisë janë bosh, i dedikohet në proporcion të plot ekskluzivisht bllokimit të rrugës në Librazh. Sa i rëndësishëm është turizmi vendas për zonat si Korça, apo Gradeci, apo Kolonja, dhe apo goditet ai më shumë se turizmi huaj? Po të shohim statistikat, të paktën të 5 viteve të fundit, por dhe më gjatë, nëse duam, të statistikat zyrtare nga Instati, do të shohim që Juglindja mbahet me pothuajse mbi 70% me turistë të huaj. Ndjes me turistë të venda. Turistët e huaj janë ata që prekin Juglindjen vetëm me një natë qëndrimi, maksimum 2 natë qëndrimi, kur kanë ture me më shumë se sa 7 net në Shqipëri. Pra, vjen ai turisti për një periudhë
të paktën një javore në Shqipëri dhe mes ditëve të qëndrimit në Shqipëri viziton dhe Juglindjen. Por turizmi vendas është ai që e ka mbajtur Juglindjen gjithmonë aktive. Sidomos Korçën, që me ndërtimin apo me rikonstruksionin e komplet të qytetit dhe kryesisht të pazarit të Korçës, me investimet në njësi akomoduese në Korçë dhe në Pogradec, me risistemimin e të gjithë shëtitores së Pogradecis për periudhën ekstra sezon veror, këto zona mbahen ekskluzivisht me turizëm vendas. Dhe normalisht që është një goditje e madhe, sepse ai turisti huaj që viziton këto zona do ta gjejë një rrugë alternative për të vajtur nëse do të shkojë, por pjesa më e madhe ka ndryshuar itinerar në bllokimin e rrugës, kurse turisti vendas është ai që shkon dhe qëndron të paktën 2 net. Pra shkon dhe qëndron ikën që të premten dhe të qëndron atje deri të dielën. Dhe nuk janë vetëm njësitë akomoduese të goditura këtu, është e gjithë linja, janë transportet të goditura këtu, pra ofruesit e shërbimit të transportit, janë restorantet, janë baret, janë normalisht hotelet. Nuk mund të them që janë të prekura dhe objektiva të tjerë turistike, sepse kryesisht objektivat turistike janë natyrore dhe janë të pa tarifuara, por të paktën atje ku duhet të kishte një qarkullim ekonomik dhe financiar, ky qarkullim tashmë mungon dhe më e keqja është që nuk duket të ketë një perspektivë të mirë për atë çka ofron, atë çka pritet të ndodhë në ditët në vijim. Jemi në fillim të sezonit turistik ku i dedikohemi kryesisht tureve kulturore në të huaj dhe çdo fundjavë shqiptarët mungojnë në ato vende. Çdo ditëjavë mungojnë të huajt automatikisht, do të kemi një problem që do të ndihet në aspektin e qoftë investimeve të ardhshme, qoftë edhe të problemeve të menaxhimit financiar të bizneseve të Juglindjes, sepse duke mbajtur ekskluzivisht në një rrugë e cila ndodh që edhe të prishet edhe të bllokohet, do të kemi mungesë do të kemi fitim të munguar, do të kemi probleme me shlyerjen e detyrimeve që bizneset kanë kryesisht ndaj bankave, do të ndihet fort edhe tek krau i punës. Pra, është ky turizëm vendas që mban gjithë pjesën e Juglindjes për cilën ju folët dhe që do të ndihet fatkeqësisht masivisht edhe në ditët në vazhdim. Duke qenë se ne jemi në epokën e rrjeteve sociale dhe reviewve online, a do të përkthehet infrastruktura e dobët në një reputacion negativ për destinacionin? Kjo ngelet për të parë, nuk mund të themi që ekziston një referencë e drejtë për drejtë mes rrugës në librazh dhe reviewve që pritet të kenë. Është një imazh tërësisht për Shqipërinë që do të ketë pasoja. Jo ndoshta për Juglindjen në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse ne po i dedikojmë realisht këtë intervistë rastit të librazhit të Juglindjes, po kemi shumë aspekte të tjera, ku kemi pasur problematika me infrastrukturën rrugore, ku turistët e huaj e kanë ndjerë veten në rrezik, pavarësisht se ne shqiptarëve ndoshta nuk na bën përshtypje se kemi mësuar, por duke parë që vazhdojnë edhe rrëshkasin rrugë, vazhdojnë edhe bllokohen rrugë. Mjetet shpeshherë për të devijuar këto probleme infrastruktura po kalojnë nëpër rrugë të cilat ndoshta të huajt i konsiderojnë të pa sigurta, normalisht do të ketë një impakt në perceptimin në tërësi të infrastrukturës rrugore në Shqipëri. Një perceptim që në këto vitet e fundit jemi munduar fort që ta shkatërrojmë dhe ta sistemojmë, por në ditët e fundit fatkeqësisht po i rikthehemi këtyre problematikave. Do të kemi pasoja, por ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë njësitë akomoduese apo ofruesit të shërbimeve, por vendi në tërësinë e vet. A ka rrezik që turistët të zhvendosen drejt vendeve fqinje që ofrojnë eksperiencë të ngjashme, por që kanë një infrastrukturë më të mirë?
Atëherë, për të qenë të sinqert dhe ndoshta pak me mungesë modestie, nuk besoj se vendet e rajonit mund të ofrojnë të njëjtën eksperiencë si ne, me të njëjtën aftësi gjeografike dhe me të njëjtat aspekte gjeografike që ne kemi. Është e vështirë që të gjesh në vend tjetër në rajon. Ne rrezikojmë në çdo moment me çdo gabim apo me çdo problematik që shfaqem në industrinë turistike, por nuk besoj se ky është rasti që do t'i shkundi turistët e huaj nga mendimi i tyre për të vizituar Shqipërinë. Ndoshta do të kemi shpyrje, ndoshta do të kemi batikues të mundur sepse janë shumë aspekte të librave menaxhime. Kemi shumë pyetje nga partnerët e huaj sepse lajmet përhapen shpesh dhe shpejt dhe ndoshta ndonjëherë edhe jo në mënyrë korrekte në rajon, ashtu nga si shkruhet sot në rrjetet sociale. Partnerët e huaj na pyesin që si po shkon puna rrugës, jemi riorientuar duke e shmangur këtë problematikë, pra duke shmangur udhëtimet të këtyre vendeve, duke i riorientuar turistët drejt destinacioneve të tjera po brenda vendit. Më shumë impakt dhe problematik kanë brenda territorit të Shqipërisë, ku ashtu siç po mundoheshim të ngrinim turizmin gjithë vjetor dhe në epiqendër të këtij turizmi gjithë vjetor ishte pikërisht Lindja, tashmë jemi të detyruar të riorientojmë drejt rrugëve, destinacioneve të tjera brenda vendit, ndoshta edhe duke i shtyrë këto grupe turistike në periudha të tjera dhe normalisht që ka një do të ketë një ngarkesë pak më të madhe mes bashkëpunëtorëve, pra mes agjencive turistike shqiptare dhe të huaja, në mënyrë që të rikoordinojnë turet e tyre për të shmangur këtë problematike, e cila efektet edhe njerëz pritet fatkeqësisht që të gjatë. Si parashikon të jetë ky sezon turistik, a do të ketë akoma probleme me cilësinë e shërbimit dhe një mungesë të fuqisë punëtore? Fatkeqësisht me krahun e punës, me burimet njerëzore do të vazhdojmë të kemi probleme edhe si vjet. Ndoshta aq sa kam parë nga terreni, pra nga partnerët me të cilët bashkëpunojmë brenda vendit, Ministria Akomoduese kryesisht se të bëjmë pjesën më të madhe të paketës turistike, janë munduar që të stabilizojnë sa do pak këtë problematik. Duhet të theksojmë faktin edhe një herë që ne ende jemi shumë larg të pasur punonjës gjithë vjetor në Ministrinë Akomoduese kryesisht në Bregdet, dhe kjo bën automatikisht krahun e punës e burimet njerëzore jo stabile dhe mungesa e stabilitetit sjell në mungesë cilësie. Do të vazhdojmë që të kemi probleme me raportin çmim-cilësi, pikërisht nga ato që theksova pak më parë, por fatkeqësisht nuk shoh një zgjidhje të menjëhershme, shoh një situatë e cila ka tendencë për mirësimi, por që edhe kjo do të zgjasë. Do të fiksojmë faktin që shqiptarët po vazhdojnë edhe po largohen nga vendi, nga Shqipëria. Statistikisht kemi të paktën rreth 130.000 persona të larguar nga Shqipëria në kohët e fundit, që janë pikërisht krahu i punës i nevojshëm dhe i duhur për industrinë turistike. Pra janë ata që mund ta bënin industrinë turistike të ishte akoma më afër. Kemi mungesë stabiliteti, ashtu siç e theksuam fakt për vetë faktin që kemi Ministria Akomoduese që punojnë sezonal, punojnë 6 apo 7 muaj në vit të pjesën tjetër të vit të mbyllim aktivitetin, gjë që do të thotë që stafi punon aty 6 apo 7 muaj dhe pastaj largohet. Kush ka mundësinë që të rikthetë një staf do të ketë normalisht një përmirësim në cilësinë e shërbimit, por në 70% të rasteve pjesa dërmuese e stafeve, burimeve njerëzore, në Ministritë Akomoduese dhe në restorantet për sa i përket ekskluzivisht sezonit veror, është gjithmonë në lëvizje dhe shtjeri. Automatikisht presim që të kemi dhe këtë vit problematika. A po ndihmon qeveria supermarketet e vegjël dhe ata të mesëm në sektorin e turizmit, apo është duke u përqendruar vetëm tek investitorë strategjik? Po ta shikojmë në të vështrimi i institucioneve qeveritare, ata
jam i bindur që thonë që po ndihmojnë. Po ta shohim nga aspekti i sipërmarrësve në industrinë turistike, ata janë gjithmonë të pakënaqur sepse asnjë nuk është mjaftueshëm. Ka një tendencë për të mbështetur, por kemi një problematikë shumë të madhe që ne kemi dhe një bazë ligjore e cila ende nuk është stabile. Kemi bazë ligjore vetëm për industrinë turistike, por për të gjitha. Për shembull, ne kemi një sistem fiskal i cili ndryshon strategji, ndryshon tipologji, ndryshon TVSH, ndryshon mënyrën e matjes apo e vlerësimit të TVSH-s në çdo vit. Dhe të gjitha këto krijojnë panik në jo vetëm në industrinë turistike, në çdo industri, por kryesisht industria turistike është goxha fragjile, goxha e prisht dhe automatikisht që e ndjen këtë gjë. Shpeshherë kemi raste pikërisht të mos informimit të duhur dhe mos njohjes të duhur të legjislacionit në fuqi. Kemi raste kur institucionet tatimore shkojnë edhe gjobisin apo dhe shkojnë dhe drejt mbylljes të aktiviteteve që operojnë në industrinë turistike. Pra, nuk mund të them që e kanë gabim, por se kush bën gabime normalisht edhe do të ndëshkohet për to, por kemi shumë raste që gabimet në industrinë turistike bëhen edhe nga mungesa e informacionit. Kemi raste kur ndryshon ligji dhe nuk janë të informuar ashtu siç duhet ata që preken nga këto ndryshime. Kemi raste kur ndryshon tipologjia e matjes së TVSH-s, për shembull te hotelet akomodimi ka 6%, ndërkohë që ushqimi i cili ofrohet po nga hoteli është në 20%. Automatikisht kemi tentativa shmangjeje nga operatorët turistikë, dhe kjo nuk duhet thënë. Dhe të gjitha këto e bëjnë fakt problematike mënyrën se si shihet ndihma apo mos ndihma e qeverisë në industrinë turistike. Jemi ngadalë duke ecur në drejtimin e duhur, po jemi goxha ngadalë. Dhe kjo ndoshta është një nga pikat që mund të ketë një ndikim në turizmin e qëndrueshëm për cilin trumbetojmë kaq shumë. Faleminderit për kohën. Faleminderit.